Pra që këshim provuar të hapnin me zgjide apo xhami ilegale dhe në mënyrë që më pas të atribonin shqiptarve një skalim të mundshëm fetar. Në anën tjetër ka një reagim të posërve ndaj kësaj kishe në Podujev që i vën një dry për shkak se u pengon që Gjufka bashkë me komunitetin dhe besimtarët e tjerë shkojnë aty. Si e shihni ju këtë? Është gjithçka, është gjithmonë prapa Serbia prapa këtyre? Sa po kuptoj unë, besoj se kjo është një provokim nga ana e serbëve, të cilët duan t'i hedhin në armiqësi shqiptarët ortodoks me serbët ortodoks. Sepse një veprim i tillë nuk i intereson askujt përveç sa atyre. Prandaj unë edhe herën e kalume kam theksu duke thënë që vërtet ato janë armik i mençur. Domethënë, ja, kjo është mençuria atyre që e përdorin për armiqësi, sepse ato e kanë bërë këtë gjë edhe në të kaluarën. Pra vazhdimisht qarqet serbe kanë bërë provokime ndaj shqiptarëve, qoftë edhe ndaj të llojit tyre, pra siç janë ortodoksët shqiptarë në këtë rast pjesëve të Kosovës, edhe të Shqipërisë. Por shqiptarët në fakt në anën tjetër temë diskutimi ka qenë gjithmonë ta zëm konvertimet që janë bërë në Kosovë dhe të njëjtat organizata shpesh më pas sulmohen se ta zëm janë të nxitura nga dikush. E shet të drejtë më pas të sulm Hoxhladi? Po në provokimi i çfarëdo lloj forme qoftë nuk lejohet. Çdo lloj provokimi është i gabum, madje provokimi, siç e kemi neve në Kur'an, el fitnatu ashaddu min al qatl. Provokimi është më i keq se vetë lufta dhe se vetë krimi që mund të bëhet në një çështje. Kështu që provokimi është i papranueshëm nga kushdo palë qoftë. Edhe nëse është nga